Seanca e kaluar ku mazhoranca në abuzim të plot me pushtetin rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike për të çuar para drejtësisë dy deputet, të cilët dyshohen se kanë përfituar fonde publike, është akti i rënd pas mbajtjes dhe futjes në parlament të deputetëve me rekorde të tmerrshme kriminale. Injorimi me arrogancë i vendimit të gjykatës kushtetuese, që nuk i le asnjë hapësirë parlamentit, por kërkojnë që të gjithë deputetët që dyshohen se kanë përfituar fonde publike të shkojnë para drejtësisë, është padyshim një gru shteti ndaj gjykatës kushtetuese dhe është një fund i parlamentarizmit dhe funksionimit të një demokracie parlamentare. Ndaj dhe në këto kushte, opozita dhe gjithë qytetarët janë të vendosur që ky parlament nuk mund të vazhdojë funksionin e vet pa larguar deputetët dhe pa u dorëzuar drejtësisë deputetët të cilët dyshohen se kanë përfituar fonde publike dhe pa u ekzekutuar gërm më gërm çdo pikë e vendimit të gjykatës kushtetuese. Po. Nuk kam seancë, këtu do jemi tani, pa u marrë ky vendim. Faleminderit. Po, zoti Suli me që përmendur emri, po. Po me qetësi, të lutem, zoti Flamur, të lutem. Ju lutem deputetëve, po lerni, ka drejtën e vetë flasis. Mirë atëre, 5 minuta pushim, qetësohemi dhe vazhdojmë seancën mas 5 minutash. Dakor, 5 minuta pushim.